Mirë se vini në kanalin ton. Sot kemi një lajm që ka ndezur rrjetet sociale, një deklaratë që po bën xhiro në Instagramit dhe po hap shumë pikë pyetje. Elton Tozaj plas bombën dhe përmend emrat Miri dhe Lorna në një histori që askush nuk e priste. Një postim i publikuar nga faqja Eterna Entertainment ka trazuar ndjekësit, ku thuhet se Miri dhe Lorna kanë pasur një one night stand. Në imazh shfaqet Lorna në një ambient luksoz, ndërsa krahas saj është vendosur edhe fotoja e Mirit, duke lënë të kuptohet një lidhje e fshehtë mes tyre. Deklarata e Elton Tozajt ka qenë e drejtpërdrejtë dhe pa doreza, duke hapur debat të fortë në komente. A ishte kjo thjesht një natë pa pasoja, apo ka më shumë pas kësaj historie? Komentet kanë shpërthyer. Disa ndjekës shprehen të shokuar. Të tjerë flasin për thashetheme të qëllimshme, ndërsa një pjesë presin reagimin e drejtpërdrejtë nga Miri ose Lorna. Deri tani, asnjëri prej tyre nuk ka reaguar publikisht, duke e bërë situatën edhe më misterioze. A do të kemi një përgënjeshtrim? Apo ndoshta një konfirmim që do të trazoj edhe më shumë showbizin shqiptar? Syt janë nga Instagrami i tyre. Nëse do reagime të reja, do t'i keni të parët këtu. Mos harroni të bëni subscribe, të lini një like dhe të shkruani në komente. A e besoni këtë deklaratë, apo është vetëm thashethem?